Mund të më thoni se përse shqiptarët ende sot kërkojnë vajza të virgjëra? Është një pyetje shumë serioze, sepse jemi në vitin 2025 dhe akoma sot ka disa kultura ose disa zakone që le t'i shohim së bashku nëse këto janë në linjë me epokën ku gjendemi dhe me situatën. Megjithatë, unë do dëshiroj një komentin tuaj në fund të këtij diskutimi, sepse si gjithmonë ky është një diskutim i përbashkët. Kush është rasist, nëse është e mundur dhe nuk i ka bërë ende like faqes, le t'i bëj like faqes, nuk i kushton asgjë. Dhe faleminderit që jemi bashkë. Të paktën në disa zona, në disa fshatra, po thuaj në rreth 70% të fshatrave të Shqipërisë, ende sot kërkojnë vajza të virgjëra. Me një fjalë, nuk martojnë nëse nuk janë të virgjëra. Të paktën ky është lajmi i fundit ose statistikat e fundit që janë marrë. Unë nuk besoj që ka një përqindje kaq të madhe, sepse dihet dhe do t'ju them se çfarë. Për shembull, pikë së pari, çunat e rinj, nëse shkojnë me dikë, ku shkojnë? Pra, nëse kanë eksperjenca përpara se të martohen, me kë shkojnë? Shkojnë në Itali, në Greqi, në Amerikë, apo aty brenda vendit? Pyetje. Tjetra, nëse e keni vënë re, akoma sot ka një dilemë të madhe mes mashkullit dhe femrës. Dhe ka një përbuzje, si mund të quhet, për sa i përket femrave. Dhe në një post që kisha postuar para disa kohësh, tregoja për që në Shqipëri, që nga viti 90-91 deri në vitin 2024, ka ndodhur me qindra mijëra abortime të vajzave. Sepse prindrit shqiptar, me sa duket, qoftë mashkulli apo femra, nuk i dashkër kanë vajzat. Mirë po, çfarë besimi ka një njeri në qoftë sepse kryesisht janë të besimeve, nuk janë pagan në Shqipëri. Dhe po thoshja, çfarë besimi ka ky njeri nëse ata që i bëjnë aborte po flas, nëse vetë Perëndia, Zoti apo krijuesi i ka falur një fëmijë dhe ai atë fëmijë i merr jetën, vetë prindri. Pra çfarë besimi mund të ketë ky prind? Çfarë? Sepse bëhet fjalë për një jetë njeriu, për më tepër për fëmijën e tij. Dhe të bësh abort një fëmijën tënd është merr. Është merr sepse pikërisht sepse është femër. Pra, në radhë parë ne filluam nga këtu, pra e fillojmë nga gjeneza, që ky është një problem jo i fëmijëve, jo i brezave të rinj, por është një kulturë e vjetër që vjen nga larg dhe që është kultivuar në mendjen e njerëzve. Më thoni, kam të drejtë apo jo? Apo ja fus kot? Dhe tjetra, kur vin një mosh që ata bën adoleshent, unë kam dëgjuar, nuk e di këtë, që në adoleshent fillojnë dhe bëjnë marrëdhënie. Atëherë, në qoftë se këta bëjnë marrëdhënie, si ja bëjnë këto goca kur martohen? Kam parë disa intervistat e disa kirurgëve që thonë që me qindra goca shkojnë që të qepen. Shiko, është e kotë që ne, sepse zakonisht njerëzit tonë nuk i thonë ose nuk i komentojnë sepse gjoja shturp apo ku të diun, po vjen një moment që duhet folur për këto gjëra, sepse janë gjëra serioze, kanë të bëjnë me të gjitha familjet tona. Dhe është thelbësore sepse kjo nuk është vetëm një tradit ose një zakon i asaj familje edhe i vendit, por pastaj ndikon në gjithë shoqërinë. Ndikon. Sepse secili e përcjell këtë zakon dhe në fund fare secili bën punën e vet dhe duke e përcjell e kalon nga njeriu në njeri. Dhe kjo ndikon, siç ju thash, ndikon në familjet e shoqërisë ku gjenden dhe në atë vend, në këtë rast në Shqipëri, në Kosovë, Maqedoni, Malizi. Pra, ju çfarë mendimi keni për këtë argument? Është një argument thelbësor. Për mua është jetik, sepse ka të bëjë me familjet. Familja është gjë e rëndësishme. Përveç se, siç e kemi thënë dhe më përpara, në Shqipëri ka një mungesë
të lartë të fertilitetit. Sepse, si që keni parë, ka publikuar një video në dhjetor që ka rritur 1 milion e ca klikime, sepse është e vërtet që vetë studimet kanë deklaruar publikisht që Shqipëria është në vend të parë me fjalë për sa i përket mungesës së fertilitetit. Në vend të parë, mungesës së fertilitetit. Pra, çfarë mendoni ju, në qoftë se shoqëria që na rrethon dhe këto kultura që janë të vjetra, si mund të themi, ndikojnë në familjet tona dhe si mund të sillemi. Ose më mirë, si mendoni ju, është më mirë që të rinjtë të mbajnë një kulturë të vjetër si ajo që të kërkojnë një vajzë që të jetë e virgjër, apo është më mirë që sesi të krijojnë një familje, të bëjnë fëmijë dhe të jenë të lumtur? Cila është zgjidhja sipas jush? Zgjidhja është që ata të marrin dikë që për herë të parë bën marrëdhënie dhe pastaj nuk shkon mirë familja, ose ndoshta dhe shkon mirë, dhe ka patur probleme ndoshta, qoftë vajza, qoftë djali etj etj, apo është më mirë që të jeni të lirë, me fjalë të rinjtë të jenë të lirë, të bëjnë siç mendojnë ata dhe në moment të caktuar që e quajnë të logjikshme që të krijojnë familje, të krijojnë familje me këtë duan. Dhe tjetra, a përdoret ende sot ajo mënyra e të gjeturit burr apo grua, që të jesh nuse apo dhëndër vajzës, a funksionon, vazhdon akoma sot? Pyetje, që ta diskutojmë. Pra, sot, shkojnë në kërkim për të gjetur nuse djalit, po apo jo? Ose shkojnë në kërkim që t'i gjejnë burr ose dhëndër vajzës? Si thoni? E di që në kusht nga ju do thotë, po jo, nuk shkojnë vajza sepse është turp. Shkojnë, por me shumë kujdes, e bëjnë që gjoja që tjetri ta doj. Por që nga kohët e lashta e mbaj mend shumë mirë që bëjnë edhe gjëra të tilla. Megjithatë, thash, ky është një diskutim tepër serioz dhe do dëshiroja një komentim tuaj sepse ndoshta edhe unë jam më pak informuar nga ju, jo ndoshta, po jam më pak informuar, sepse kush jeton në Shqipëri, në Kosovë, Maqedoni, Malizi, është shumë më informuar dhe i di më mirë këto gjëra. Dhe kështu do dëshiroja një koment, okay? Kështu që unë pres komentet tuaja do të lexoj me ëndje, sinqerisht, sepse është tepër e rëndësishme, siç ju thash, ju përqafoj dhe ma bëni halal, po ndonjëherë duhen hapur këto biseda sepse në këtë mënyrë jo vetëm njohim në çfarë bote jetojmë, por do kemi parasysh edhe disa gjëra që ndikojnë në jetën tonë të përditshme dhe në familjet tona. Kalofshi bukur.